sot 3 sindikatet e RTK-s janë bashkë për të protestuar për mospagesën e plotë të pagës nga RTK. Kjo nuk është çështje e një grupi, kjo është çështje e çdo punëtori që me mund dhe për kushtim ka dhënë kontributin e tij për këtë institucion. Ne sot jemi mbledhur këtu për të mbrojtur dinjitetin tonë si punëtor. Sot pikërisht ata njerëz që kanë mbajtur RTK në këmbë, po përballen me pasiguri për pagat e tyre. Kjo është e padrejtë dhe e papranueshme. Pas çdo punëtori të RTK-s qëndron një familje. Paga nuk është luks. Paga është mjeti me të cilët mbajmë familjet tona dhe sigurojmë jetesën. Ne nuk kërkojmë privilegje, ne nuk kërkojmë favore, kërkojmë vetëm atë që na takon me ligj. Duhet të thuhet qartë, punëtorët nuk janë shkaktarë të kësaj krize. Ata nuk kanë menaxhuar financat, nuk kanë marrë vendime për buxhetin dhe nuk mund të paguajnë çmimin e gabimeve të të tjerëve. Prandaj, sot kërkojmë përgjegjësi nga ata që kanë pasur detyrim ta drejtojnë dhe ta mbrojnë këtë institucion. Heshtja, vonesa dhe mungesa e veprimit nuk janë zgjidhje. Punëtorët meritojnë përgjigje dhe meritojnë paga. I bëjmë thirrje bordit dhe menaxhmentit që më njëherë të sigurojë pagesën e plotë të pagave dhe të japin një përgjigje të qartë për punëtorët. Ne do të presim deri të premten për një reagim konkret dhe për një zgjidhje e kësaj situate. Por le të jetë e qartë për të gjithë. Nëse deri të premten nuk ka veprime konkrete nga menaxhmenti dhe bordi i RTK-s, atëherë nga e hëna do të vazhdojmë me protesta dhe veprime të tjera sindikale. Nuk do të ndalemi derisa të drejtat e punëtorëve të respektohen dhe derisa secili punëtor të marrë atë që i takon. Është për keqardhje që është hera e disa që brenda një kohë të shkurtër punonësit e RTK-s mbesin pa pagat e tyre ose në këtë rast me vonesë. Këtë e shohim si mungesë të përgjegjësisë së menaxhimit fillimisht të RTK-s dhe e ftojmë bordin e Radio-Televizionit të Kosovës të miratuar së fundi në Kuvendin e Kosovës dhe menaxhimentin që të bëjnë gjitha përpjekjet që situata si kjo të mos përsëriten, që të kujdesen që punonësit e RTK-s të paguhen me kohë për punën që bëjnë dhe të jenë transparent me punëtorët për përpjekjet që po i bëjnë që këto kriza si kjo të shmangen. Ajo çfarë mendojmë dhe e shohim si AGK është që të gjitha problemet e viteve të fundit të RTK-s lidhen me mënyrën se si qeveria e Kosovës së Vëllezshme nga Zoti Kurti dhe lëvizja vendosë e ka trajtuar mediumin publik me ndarjen të vetëm 8.9 milion eurove nga më shumë se 22 milion sa i takojnë. Kjo parti politike ka dashur që ta mbajë nën kontroll politik RTK-n dhe fatkeqësisht e ka arritur në masë të madhe pasi që së fundi një pjesë e mirë e sidomos lajmeve qendrore në televizionin publik fatkeqësisht janë shndruar në elemente propaganduese për vetëvendosjen dhe RTK-n. Ne i ftojmë të gjithë kolegët e RTK-s që të ngrisin zërin e tyre në rast të presioneve që i dim që ndodhin politike brenda dhe do të vazhdojmë të përkrajmë deri në fund në realizimin e kërkesave të tyre.